Në kuadër të aktiviteteve përkujtimore me rastin e 106 vjetorit të javës së Kongresit Kombëtar të Lushnjës, Bashkia Lushnjë ka organizuar gjatë ditës së enjte një sër veprimtarish kulturore dhe historike. Një ndër aktivitetet më të veçanta ishte fotoekspozita Lushnja Sportive e shekullit 20. Ekspozita u çel nga mësuesi, trajneri, promovuesi i sportit dhe autori i disa librave mbi historikun sportiv të qytetit, zotin Vergjil Gjafa, i cili prej vitesh kontribuon në dokumentimin e sportit lushnjar. Nëpërmjet arkivës së pasur fotografike, ekspozita sjell momente të rëndësishme dhe figura emblematike të sportit në Lushnjë përgjatë shekullit të 20. Fotoekspozita u vizitua nga qytetarë sportdashës, intelektual dhe personalitete të jetës kulturore të qytetit të Kongresit. Pjesë e vizitës ishte dhe kryetarja e Bashkisë Lushnjë, zonja Riselda Sefa, e shoqëruar me nënkryetaren e bashkisë, zonja Maldrita Bardho. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon, zoti Vergjil Gjafa u shpreh se kjo ekspozitë synon të ndërthurë historinë e sportit me kujtesën kolektive të qytetit, duke evidentuar vlerat, sakrificat dhe bukurinë e sportit lushnjar. Sipas tij, vendosja e ekspozitës në ambientet e Muzeut Historik të Lushnjës jep një domethënie të veçantë këtij aktiviteti, pikërisht në këtë përvjetor të rëndësishëm për qytetin. Fotoekspozita mbetet një homazh për sportistët dhe kontributin e tyre, si dhe një pasqyrë historisë sportive të Lushnjës në 106 vjetorin e Kongresit Kombëtar. Emri i parë i shoqatës letrare artistike sportive në Lushnjë themeluar 27 korrik në 1930 ka qenë Kongresi i Lushnjës. Ky ka qenë motivi i hapjes në këtë përvjetor të kësaj fotoekspozite. E dyta, është një shprehje e respektit maksimal pa ato që ishin gurët e themelit të lëvizjes sportive në Lushnjë, me në krye kapedani si quhesh atëherë dhe sot thuhet shefi i klubit, Ali Shaqir Fuga, një nga fëmijët në shtëpinë e cilit mbajti punimet Kongresi Kombëtar i Lushnjës. Që ky që i mlodhi djemt ishte në rolin e lojtarit, të kapitenit edhe të shefit klubit, po njëkohësisht edhe sponsor, kryesor me materialet sportive të cilat i prunin nga Austria, ku kreu studimet. Unë kam bërë disa botime sportive dhe mendoj që me këto 4 botime sportive dhe të fundit albumi Futboll Lushnja 1930-2026, gati një histori shekullore, kam kopsitur më së miri historinë e Lushnjës sportive, në farmasët e gjithë të botimet, po dhe muzeu që është model në ambientet e stadiumit të Lushnjës, përbën atë që quhet enciklopedia e Lushnjës sportive. Arsye që unë merrem me kaq ngulje për këtë punë, është sepse rrënjët e mia këtu në Lushnjë janë shumë të thella, duke filluar nga Imat Bajram Gjafa, i cili ka qenë një nga lojtarët e vitit 1925, kur u bë ndeshja e parë historike miqësore me Beratin. Po ka qenë dhe llogaritar aktiv para luftës, gjatë edhe mbas luftës, i lidhur ngushësisht edhe me problemet e sportit. Një nga mbështetësit e idesë për të bërë stadiumin e Lushnjës në 1960, duke patur mbështetjen e Kemal Mirsheni, që drejtonte në atë kohë që sekretar partie, po një sportdashës modern i Lushnjës.